kryelajmin e SHN-s, gjendja fizike që u duk e ish presidentit Ilir Meta në nisjet procesit të tij gjyqësor. Ke një koment? Komentuar shumë. E kam përjetuar shumë keq në nivelin personal. Pavarësisht çdo gabim politik apo dhe personal që mund të bëjë njëri. Rekordet historike të jetës publike të Ilir Metës në gjithë karrierën e tij janë të pamohueshme. Si zëvendës kryeministër në kohën e luftës Kosovës është njeriu që edhe në 98 dhe 99 u vu në krye të krizës të refugjatëve, të luftës e tjerë, dhe nëse ka pas një sukses qeveria Majkon atë kohë, njeriu që ka bërë suksesin si zëvendës kryeministër ka qenë Ilir Meta. Kjo ishte edhe arsye pse u rritën kuotat. Si kryeministër, nëse ka pas një sukses ajo periudhë që mund të quhet është periudha e reformave të rëndësishme në rendin publik, zhduke e bandave atëherë në atë kohë. Ministër ka qenë Spartak Poçi, kryeministri ishte Ilir Meta, dhe nuk ka qenë e vogël. Nëse Maqedonia është sot atje ku është dhe nuk u ndasi shtet dhe UÇK-ja u kthye një parti politike dhe u bë marrëveshja e orit, një merit jo të vogël, por shumë të rëndësishme e ka kryeministri Ilir Meta, që ishte kryeministri i Partisë Socialiste. Nëse Shqipëria kaloi një periudhë ekuilibri politik, ku asnjëri nuk mori gjitha pushtetet, pasi u themelua LSI-ja dhe LSI-ja u fut në mes, edhe kjo është një merit jo vogël e Ilir Metës. Lejoni të kujtoj që në vitin 2008 Ilir Meta me një grup deputetësh hyri në grevurie në Parlamentin e Shqipërisë, pikërisht kundër atyre reformave të 2008-s që quan pastaj i bëri Berisha në atë kohë bashkë me Ramën, po ishte Berisha, pra ky Berisha që bën sot kështu si shumë i përmalluar me demokracinë. Ai i bëri në atë kohë. Ishte pikërisht njeriu që ju kundërvua asaj gjë që ndodhi atëherë, në mënyrë që mos kalonin kurrë pushtetet në një dorë. Dobësimi i presidentit, e gjitha ato heqja e rolit presidentit në KQZ, gjitha ato gjëra që u bën në atë periudhë. Nëse ka një njeri që ka patur rol decisiv, pa më të vogël ndryshim, si kryetar kuvendit në bërjen e kësaj reformës në drejtësi, dhe unë mendoj që kjo është një nga gabimet e mëdha që ka bërë Ilir Meta në atë kohë, ka qenë pikërisht Ilir Meta si kryetar kuvendit, cili kishte dhe ministrin e drejtësisë dhe një farë kohe ishte edhe ai që drejtonte pra pikërisht si kryetar parlamentit gjithë pjesën e reformës që kishte të bënte me drejtësinë. Dhe mos harrojmë që si kryetar shteti, pavarësisht të gabimeve më vonë, një gjuhë publike që nuk i takonte kryetarit shtetit pas 2020-s së mbrapa, por që kishte të bënte me çështjen e kufive me Greqinë, me çështjen e demokracisë, pra gjykata kushtetuese, Lana, që kishte të bënte me kufinë e Kosovës, me nevojën e një dialogu në Ballkan për të shmangur luftën e tjerë. Ky ka qenë Ilir Meta. Tani, a ka vrarë njeri Ilir Meta që të meritoj një përndjekje burgu në paraburgim, kur kodi penal i Shqipërisë është shumë i qartë. Nëse ai nuk përbën më rrezik për prishje provash, nuk përbën më rrezik për prishje provash, sepse ka filluar procesi, s'ka më ato që janë provat që janë dëshmitarët që janë. Pse duhet të qëndrojë në arrest në burg? Ekziston në kodin ton penal mundësia që ti të jesh në detyrim paraqitje, mundësia që ti të jesh në arrest shtëpie. Pse duhet të qëndrojë? Aq më tepër që ai sot është edhe kryetari i një partie që është në opozitë, për respekt të demokracisë. Kam një ngjarje unë para vjet. Para shumë vitesh kam qenë një herë me Ilir Metën diku jashtë në një drek, në një lokal të bukur, një qytet evropian të rëndësishëm. Dhe ai personazhi u e pa që ishte domethënë një politikan i ri, personazh i rëndësishëm e tjerë, dhe krijuan një njohje, një misi kështu, edhe vjet i them unë atij, po pse nuk vjen në Shqipëri të bësh një biznes, të investosh, se Shqipëria është një vend që po zhvillohet e tjerë. Ai kishte para të pamjen e arrestimit të Metës,
Në pak që dhe më thonë, dhe ke seriozisht, e the seriozisht që ati më qohë gjithë rekordet, Shqipëria ka 10 milion turistë. Thashtë vërtetë, nuk e se gënjeva. Edhe, a i zotëria më thonë, ore një vënd tha që trajton presidentin ashtu si që trajtu t'jo, po mu tha që jam as kushit, tha do vit vëlekët e mija aty të ju. Qa më ka, tha? Pra, trajtimi i Ilir Metës nuk ka të bëj në raport me çështjen, nuk ka të bëj në raport me gjyqin, ka të bëj në raport me standardet. A i diti pse Italia i dha drejti Lallës së të statusit? Se ishte të nërë. Ti i madhe i vogël, janë quar letrat në spital, përse është historike, që Adriatik Lalla ka një smundje të tillë. Pa mundësie. E din kolegët e vetë, ta ka qenë varësit e Adriatik Lallës, e din gjyqtarët, e din gjithë. Që nuk mund të qëndrojë do të në gjendjen e burgut. Po këtu janë nxjerrë njerëz që kanë bërë vrasje nga burgu pikërisht duke thënë që për shkak të shëndetit ai nuk mund të rrijë aty. Po duhet të jesh një lloj forme tjetër dënimi, apo ajo që quhet pezullim vendimi ose pezullimi i kësaj me kusht që tjetë. Tani, pra ti thua që gjendja e Metos e tillë është nga jetesa e vështirë në qeli? Jo, nga persekutimi. Nuk ka të bëjë jetesa. Shikoj, jetesa në qeli këto budalliqet, a japin 20 minuta ajrim, a japin 2 orë ajrim, këto janë kot. Ilir Meta ka karakter të fortë dhe nuk duron persekutimin. Nuk duron pabarazin që, për shembull, ca të tjerë janë jashtë dhe vazhdojnë bëjnë aktivitet politike të tjerë dhe kanë detyrim paraqitje ose s'kanë as detyrim paraqitje. Dhe ky për të njëjtën gjë ose për shumë pak është brenda.